Si që keni pa, me suajnë qelën e bankat e pasantë. Mos u bëj pasant e edisit suajnë qelës e bankat e pasantë. E di shumë mirë ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me fluturatën, që avokatës ke. Ti e di shumë mirë me fluturatën, par avokatës ke. Mos u bëj pasant. Mëkatet e tua. Mos u bëj Të nderuar kolegë, mos shkel mbi kolla e demokratëve, mos shkel mbi kolla e opozitarëve. të nderuar kolegë, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Besoj mjafton, mund ta do thënë e para njëherë unë po të shohem pak, edhe të shtrëngoj dorën kështu si burnesh, sepse të rrish aty edhe t'i kthesh në atë formë atë qetësi që ke bërë ti aty, me thënë drejtën Fluturaçka, bravo qoftë. Nuk ta dhash dorën dot atë ditë, kemi komunikuar bashkë, po kjo qetësia jote është për t'u admiruar. Edhe sikur ti t'ishe gabim, prap ti ke drejt. Jo, unë kisha të drejt, pse kisha drejt? Tjetër, po jo, flas, ajo që ti ke bërë. Mënyra si erdhen ishte fyse. Sikur të më kishin dërguar një SMS, le të vërtetojnë, që më kanë dërguar një SMS në mbrëmje. Flutura, mos e hap komisionin të nesërmen, sepse na prish punën neve opozitarve. Njëherë unë nuk isha pjesë e projektit të tyre dhe nuk dija asgjë se çfarë ndodhte në projektet e tyre, në planet e tyre. Apo jo, nuk kam qenë një fryme tjetër që kam thënë dhe në parlament dhe në komisione, unë do të zbatoj kushtetutën. Aty jem për të zbatuar kushtetutën. Jam betuar në kushtetut dhe do dalë ashtu, me ato lloj principe. Gjithsesi, nëse do të më kishin çuar, një SMS do thotë që unë duhet kisha reflektuar. Apo jo, para asnjë gjë, se këta erdhën për të më ndëshkuar. Dhe unë këtë nuk ja fal dot, edhe ja thash. Unë as Zotit nuk ja fal të më ndëshkoj mua.